Jemi në pjesën e tretë të serisë videove që trajtojnë ushtrimet e provimit të lirimit të matematikës zhvilluar në qershor të vitit 2013. Ushtrimi 14. Ktheni në formën më të thjeshtë shprehjen x minus 2 që shumëzon x plus 3 minus 2x plus 4. Përshkruajmë dhe një herë të shprehje dhe si fillim kryejmë shpërndarjen e shumëzimit midis kufizave që gjenden në klapën e parë dhe atyre që gjenden në klapën e dytë. Nga kryerja e veprimeve do të marrim të shprehje të re dhe konkretisht janë kryer këto veprime. X-i, kufiz e parë e klapës së parë, ka shumëzuar x-in në klapës së dytë dhe si përfundim më shfaqur x-in në katror. Mëtej me x kemi shumëzuar plus 3-shin dhe tu kemi plus 3x si rezultat i këtij veprimi. Më pas me minus 2-shin shumëzojmë x-in e klapës së dytë për të marrë minus 2x dhe pastaj me minus 2-shin shumëzojmë plus 3-shin për të marrë minus 6. Në vazhdim shkruajmë pjesën tjetër të shprehjes, pra minus 2x plus 4. Duke kryer mëtej veprime, do arrim tek shpreha x katror minus x minus 2. Dhe veprimet që janë kryer janë ato midis kufizave të ngjashme, pra plus 3x minus 2x minus 2x japin minus x, konkretisht plus 3x minus 2x jep x minus 2x nxjerr minus x. Dhe minus 6 me plus 4 na ka dhënë minus 2. Pra, shprehja e paraqitur në formën më të thjeshtë do të ishte x katror minus x minus 2. Vazhdojmë me ushtrimin 15. Zgjidhni ekuacionin x plus 6 mbi x varas me x. Për zgjidhjen e këtij ekuacioni duhet të kemi parasysh që emëruesi duhet të jetë i ndryshëm nga 0 dhe për këtë arsye vendosim kushin x i ndryshëm nga 0. Atëherë rishkruajmë edhe një herë ekuacionin ton dhe me kushtin që x të jetë i ndryshëm nga 0, shumëzojmë dy anët e këtij ekuacioni për të eliminuar pikërisht x-in që gjendet në emëruesin e thyesës. Nga ky shumëzim mund të bëjmë thjeshtimin e x-it me x-in në anën e majtë, ndërsa në anën e djathtë do të merrnim x në katror. Pra, kalojmë tek barazimi i ri, x plus 6 baras me x në katror. Këtu mund të kalojmë x-in në katror që gjendet në anën e djathtë, ta kalojmë pra në anën e majtë, duke patur parasysh që do të ndrojmë shenjën. Dhe mëtej kalojmë pra në ekuacionin e gradës së dytë, minus x katror plus x plus 6 baras me 0. Mund t'i shumëzojmë me minus 1 për të patur kufizën me fuqim të lartë, një kufizë pozitive. Pra, pas shumëzimit me minus 1 marrim ekuacionin është një vlerëshëm me ekuacionin e parë, pra x katror minus x minus 6 baras me 0. Ekuacioni i fuqisë së dytë ky, i cili zgjidhet me ndihmën e formulave, për të cilat nevojiten koeficientët a, b dhe c. Konkretisht, për rastin ton kemi a të barabartë me 1, b minus 1 dhe c minus 6. Pra a-ja është koeficienti pranë x-it në katror, në rastin ton nuk është shumëzuar, por mendohet sikur është 1 shumëzimi x katror. B-ja është koeficienti pranë x-it, minus 1 dhe c-ja është kufiza e lirë minus 6. Në lidhje me këta koeficient, pra ne mund të llogaritim dallorin që përcaktohet nga formula p katror minus 4ac. Dhe duke bërë zvendësimet, marrim të shprehje për dallorin, pra minus 1 që gjitha në katror, minus 4 që shumëzon 1, që është vlera a-s, shumëzim minus 6 që është vlera e c-s. Mëtej përcaktojmë vlerën e dallorit që është 25. Për gjetjen e rrenjve do të përdorim këtë formulë, pra x1 x2 baras me minus b plus minus rrenja katrore e dallorit mbi 2a. Bëjmë zvendësimet. Dhe kemi x1 x2 baras me minus 1, ku minus 1 është vlera e b-s, plus minus rrenja katrore e dallorit, që është 25, mbi 2 që shumëzon a, ku a është e barabartë me 1. Mëtej kemi minus 1 që jep 1, rrenjë 25 që jep 5 dhe 2 shumëzim 1, 2. Prej këtu mund të marrim 2 rrenjë, x1 dhe x2, ku x1 merret nga veprimi i plusit, dhe ai do të jetë i barabartë me 3, ndërsa x2
do të përcaktohet nga veprimi minusit, nga ku del i barabartë me -2. Ndërkohë, shohim që 3-shi dhe -2-shi janë dy numra të ndryshëm nga 0, pra pranohen si zgjidhje të ekuacionit tonë dhe me këtë kemi dhënë fund zgjidhjes së ushtrimit 15.